Nuk mund ta relativizojmë si një histori të thjeshtë atë që ka ndodhur në zgjedhje dhe ajo që prodhon nevojën për reformë zgjedhore. Shumë kush bën pyetjen pse duhet kemi reformë zgjedhore pas çdo palëzgjedhjesh. Arsyeja lexohet në raportin e Odirit. Arsyeja lexohet në raportet e Odirit. Për fatin e keq, ne vazhdojmë dhe shohim një përkeqësim dramatik nga një raport në tjetër. Dhe raporti vitit 2025 mund të krahasohet me raportin e vitit 2001. Në shkallën, në gjerësinë, në thellësinë e problemit. Është një raport i cili si rrallë më parë ka një detaj të jashtëzakonshëm për sa i përket shkeljeve dhe dhunimit, jo thjesht kodit zgjedhor, por edhe çdo lloj standardi dhe praktike të mirë zgjedhore. E përredhoj kjo nuk është një, pra ne nuk askush këtu, dhe këtu ndahem me bashkëkryetarin, që në fillim, nuk mund të relativizohet se kur ne këtu jemi mbledhur për të bërë një, do themi që kemi për të thënë dhe më pas gjëra do të ecin sikur është e programuar më herët.